Fermer, Agaj ka ndjekur me shqetësim situatat e krijuara për gjatë spektaklit të brendshëm me gjuhën e papërshtatshme dhe fyse të përdorur nga Fabiola Elezaj si dhe hedhja e pijes në drejtim të bujakës. Ofendimet e tilla bien ndesh me parimet bazë të këtij programi, me etikën e bashkëjetesës si dhe me standardin dhe respektin i detyrohemi publikut. Për këtë arsye, Agaj ka vendosur të anulojë televotimin. Nga ky moment hapet një televotim i jashtëzakonshëm ku publiku do të vendosë në Fabiola Elezaj duhet të vazhdoj ose jo rrugtimin në firma VIP. Vendimi tashmë është në duart e publikut. Mund është me lexuar. Si ka hedhur bujakës Na mujna me konfirmu zorken. Na mujna me rirexhu. Flet veç pak kjo. Mujna me rirexhu. Veç pak. Prit. Lutem. Ata marr një moment apo mbrëmjen e kaluar është pa që unë desha me qenë një herë në jetën time në lëkurën e njerëzve që dhunojnë edhe që fyjnë. E provova, nuk e shijova. Njerëzit që e shijojnë kanë probleme tekstuar me veten. Falje nuk i bujaka e din që kam folë me të. Personi tjetër nuk e kam drejtuar drejt për drejt. Ty në s'ka gjë, ta dim publiku, sa më them fal. Nuk ishte me